Universiteti i Oxfordit po mëson studentëve të vet se si të përdorin ChatGPT-n. Dhe ky studim i Oxfordit thotë se 92% e njerëzve po e përdorin atë gabim. Shumica e njerëzve kërkojnë GPT-s që të bëjë gjëra për ta. Të shkruaj një ese, të shkruaj një email, të përmbledh një artikull, të shpjegojë diçka, dhe kështu duket krejt e dobishme apo jo, s'ka asnjë problem. Por sa më shumë që ne kërkojmë inteligjencës artificiale të bëjë për ne, aq më pak ne përfshihemi në të vërtetë. Është njësoj si të pretendosh të mësosh të ngasësh makinën, thjesht duke parë dikë që ngjet makinën, ose si të kesh një trajner personal që bën vrap për ty në pistë dhe të presësh që të dobësohesh ti. Oxford thot pra se ne duhet të bëjmë eksaktësisht të kundërtën. Inteligjenca artificiale të na pyes ne, të na vërë në provë, të na sfidoj nëse e kemi mësuar mirë diçka apo jo. Për shembull, mund t'i thuash: sot mësova rreth ligjit të kërkesës dhe ofertës në ekonomi. A mund të më bësh 10 pyetje për të kuptuar nëse e kam përvetësuar si koncept? Dhe ajo mund të të pyes: çfarë ndodh me kërkesën kur një produkt i rritet çmimi? Banale fare. Ti shkruan përgjigjen dhe ajo e vlerëson se sa mirë e ke kuptuar. Pra është si të kesh një mësues privat kudo ku shkon, por pa të sikletin se mos jep përgjigjen e gabuar. Hapi tjetër është ti kërkosh GPT-s të krijojë një situatë reale në botën e jashtme ku ti mund të aplikosh këtë njohurinë tënde. Supozojmë se ajo të krijon një situatë ku thotë që në treg kanë mbetur vetëm 2 shishe qumësht. Ti shkon për të blerë për fëmijët dhe shitësi thotë se qumshti ka mbaruar. Dhe personi mbrapa teje në radhë paguan i buzëqeshur 600 euro dhe merr 2 shishe qumësht për t'ia dhënë qenit. A është pra ligji i kërkesës dhe ofertës një truk për të gënjur të varfrit? Dhe ti i përgjigjesh.